Thot kapitulli Babu e dua indë rrih. Kapitulli duas kur frin era. Çfarë do të thot besimtari kur frin era? Era është prej ushtrive të Zotit. Me erë bëhen shumë gjëra. Edhe bukën çka na e hajna ka të bëjë me faktorin e erës. Me faktorin e erës, e cila e bart shiun andej këndej, pastaj e zvret Zoti i Madh xhelal xhelal nëpërmjet erës në tokë, e pastaj ajo rritet. Dhe pastaj sebepe tjera të cilat vazhdojnë me e zhvillua këtë grun e derisa bëhet bukë. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se kur të frin erë shumë duhet të bëhet një dua. Cila është ajo duaja? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur të frin era, apo dhe siç thot Enes ibn Malik, kur frinte erë fort, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam bënte këtë dua: Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharri ma ursilat bih. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, kërkoj prej teje khairin me të cilin është dërguar kjo erë, sepse ajo bart edhe khair, po bart edhe azab. Pastaj ka thënë, dhe kërkoj mbrojtjen tënde që të më ruash nga sherri që e bart kjo erë. Nga sherri që e bart kjo erë. Kjo është duaja e parë që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fry era. Hadith tjetër që ka nxjerrë Imam Buhariu se pejgamberi alaihi salatu wasalam gjatë fryrjes së fortë të errave, çfarë ka bëu? Ka bëu këtë dua. Ka thënë Allahumma laqihan laqima. Ka thënë alaihi salatu wasalam, o Allah, bëje këtë erë pjellore, bartës të mirave, dhe mos e bën shterp, se ka mundësi vesh me fry erë edhe kur gjo, vetëm i prapton disa drum, bën disa dëmtime, apo mirë po nuk sjell diçka të khairit. Dhe këtë kjo për urtësinë e Zotit te bareke ve teala. Hadith tjetër që ka sjell, pastaj do t'i ndalim me të gjitha rend me rend. Hadithin e radhës që ka sjell Imam Buhariu në kapitullin që ne ka vendos, e ka quajtur babun la tasubbu rrih. Kapitull mos e shani erën. Kapitull mos e shani erën. Andaj ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, edhe pse ky hadith kjo merret sikur hadith megjithse ka ardhur nga sahabët si transmetim, mirë po për shkak të natyrës së këtyre gjërave, se era është diçka e cila është e jashtëzakonshme. Dhe çfarë duhet të bëjmë lutje, këta sahabët e kanë mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur nga Ubay se ka thënë la tasubbu rrih fa idha ra'aytu minha ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi ar-rih. Ka thënë Ubay radhiyallahu anhu, ka thënë mos e shani erën, sepse njeriu për shembull kur dëmtohet për ndonjë fenomeni natyror, ka mundësi me e shah. Edhe plot njerëz i shahin, e ofendojnë. Apo i ofendon kafshët, i ofendon fenomenet natyrore për një dëmtim të cilin ka mundësia atina me i pasndodh. Thot mos e shani erën. E nëse shihni diçka që juve ju dëmton, apo juve në keq për asaj që ka e shkakton era, atër thuni, o Allah, kërkoj khairin e kësaj fryme. Kjo fryme fort, kjo erë fort, dhe khairin me të cilin është dërguar kjo fryme. Se kjo fryme është e urdhruar, ajo nuk vepron vetë, e ka urdhru dikush. Kush është ai? Allahu subhanahu wa taala. Pas e ka thënë, dhe thuni, o Zot, kërkoj mbrojtjen nga sherri i kësaj ere dhe nga sherri që e bardh kjo erë me veti. Gjithashtu ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, ar-rihu min ruhillah. Era është prej ushtrisë Zotit, prej rahmetit Zotit. Zoti e dërgon ata. Ajo nuk ecë vetë. Ajo është e qetë. Pse frin era? Se Zoti e urdhron, dhe urdhron me përpikmërinë më të saktë, me ilmin e tij absolut. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ta'ti bir rahme wal azab. Era vjen edhe me rahmet edhe me azab. Apo nëse vjen e qetë, bëhet flllat. Nëse vjen e ashpër, frikson. E nëse bëhet edhe më e ashpër, atëherë dëmton. E mund me kon azab. Zoti na ruaj nga azabi i Zotit xhelal xhelal. Fala tasubbuha.
Ka thënë alayhi salatu wassalam, mos e shani erën. Mos e shani erën, walakin sallallahu min khairiha. Ama çka do të më bë? Lypni për Allahut khairin e kësaj ere. Lypni për Allahut të mirën e kësaj frime. Wa ta'awwadhu billahi min sharriha. Dhe kërkoni mbrojtjen e Allahut, pra mbrohuni te Allahu, prej Allahut, që mos t'ju godet sherri i kësaj frime dhe i kësaj ere. Këto janë 4 hadithe të cilat i ka sjellë Imam Buhariu rahimahullahu teala mbi duat apo për duat që duhet të bëhen kur frin era apo kemi të bëjmë me fenomenin e erës. Çka duhet të mësojmë nga këto hadithe të nderuar xhamat ne si musliman? Dikush do të thotë për tash sa të fri era, po për ditë ka mundësi me fri era. Dhe ne sikur që shpresojmë që kjo vap me u qetësue, çka jemi të shpresuar mu bë fllak. Ai fllak është erë. Ajo erë ka mundësi mu rrit dhe mu bë vërshim sikur që u bë para disa ditëve. Dhe pasaj dëmton. E mirë, në këtë fenomen, na çish do të mja bo? Ne duhet e para të ndërum xhamat ta dim se këto janë sebepe e ne kena punë me Zotin. Ata mësimi i parë që mësojmë nga lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam në erën e fortë dhe frymën e fortë është që ne gjërat i lidhim me Zotin e Madh subhanahu wa taala. Këto janë sebepe e kush i bën këto sebepe? Rabbul Alamin. Andaj mësimi i parë që mësojmë të ndërum xhamat cila është që mos lidhemi me sebepet, por të lidhemi me atë i cili shkakton sebepet. Pra era sa do që frin flat, mirë, qetë, apo fort, apo ashpër, apo deri në azap, ajo se ban vetë ata. Ata e ka dërgu dikush. E neve pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson që ne të lidhemi me atë i cili e ka dërgu, jo me këtë dërgumën. Kjo është e dërgume. Ai i cili ka dërgu është Rabbul Alamin. Andaj mësimi i parë që ne e marrim nga ky varg lutjes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që ne mos lidhemi me erës. Erës kish ka i banti. Erës nuk kish ka i ban. Ai që ka e ka lëshu erën me atë ki punti, me Zotin e Madh subhanahu wa taala. Andaj shikoj pejgamberin jon sallallahu alaihi wasallam me çdo fenomen natyror i lidh të njerëz me Zotin. I lidh të njerëz me Rabbul Alamin, me Zotin e Madh te bareke ve teala. Dhe ti e shef se njerëzit për shembull në raport me fenomenet natyrore janë larmal, varësisht për besimin që ka kanë Rabbul Alamin dhe Zotin e Madh te bareke ve teala. E dyta cila të ndërum xhamat është bashkimi mes në fenomenet natyrore në mes frikës dhe shpresës. Sallallahu min khairiha wa ta'awwadu billahi min sharriha. Lut në Allahun t'ju jap khairin e kësaj ere dhe lut në Zotin dhe kërkoni mbrojtje mbi Zotin t'ju ruan nga sherrri kësaj ere. Te zemra e besimtarit gjithmonë bëhet bashk çka? Shpresa për rahmet dhe tuta pi azapit. Që kjo është një besimtar i mirë. Edhe tutët mos ta dënojë Zotin. Ama edhe ka shpresë. Ne zakonisht i shohim njerëzit që ulën dhe strehohen në taraf, në skaj, në qosh. Qishë në qosh? Këtë mirë ka mu bo, këtë hajrë ka mu bo. Nuk o kjo bash e duhura. Apo? Dhe tjertë vështutën, vësharë ka me ndonë. Jo, vla, as kjo. Ne lusim Allahun dhe shpresojmë rahmetin e tina. Apo? Dhe nëse e mërti 8 miliard njerëz, 8 miliard njerëz, shumica për i tëre, a gëzojnë shnet, a këtë smut janë? Ja, shumica dërmuse e njerëzve janë shëndetshëm. Shumica dërmuse e njerëzve janë shëndetshëm. Smut janë me gishtë, në mrojë. Smut janë me gishtë. Dhe nëse e mërë me haltane, shumë e thjeshtë, a ma shumë ka të smut atë shnosh. Ti dilë këshëri njerëzve që shlevizin, ma shumë ka të shnosh se sa të smut. Do më thonë, rahmeti Allah të maj ma se sa smundja. Po këta syne shiko, besimtari duhet gjithmonë me mbledh në mes shpresës të Zoti dhe frikës për Zotit. Ne edhe shpresojmë edhe frigohemi. E kjo është sekreti zemrës. I mbledh të dijat, edhe tutët edhe shpresojnë. Edhe tutët edhe shpresojnë. Dhe kjo nuk e shëgjitme. Dhe disa njerëz janë mësu vetëm me një njërë. Ja, thëtune, ja tut na ja s'ka. Ose ja shpresoj, ja, jo nuk ka. Edhe kjo. Imam Ahmedi e ka përshkruar frigën dhe shpresën e muslimanit si dikrahët e zogit kur fluturon. Ka thëna fluturon me një me dy. Me dy krah. Pra balanci i zogit kur fluturon, i plumbit kur fluturon,
është me du t'i kraht. Edhe muslimani ec me shpres edhe tut. Asnjëherë mos e ndal shpresën, ama asnjëherë mos e ndal tutën. Ha? A keni pa njëri kur e drejton makinën e vet? Edhe jep gaz, ama se hek kamën për frenit. Ai nuk frenon vazhdimisht, e mban balans. E mban balans. Mirë, po është gjendje gatishmërie për frenim sa herë që kërkon nevoja. E nevoja ka mundësi me kërku, jo kur do ti. Ka mundësi dikush kalon shpejt, me një herë frenon. Apo kështu është edhe jeta e besimtarit. Ai vazhdimisht është mes shtypjes gazit dhe frenit. Shtypjes gazit dhe frenit për me mujt me mri, ha, me selamet deri te vendi çka po do. Njëjtë është edhe rruga e ahiretit. Ec tutët deri të mrihen në skajin e duhur të tina. Tjetra, mësimi i tretë që nxjerrim nga këto hadithe të pejgamberit alayhis salatu wassalam, të lutjet që i bën te Allahumma laqihan la aqima, o Allah, bëje kët erë pjellore, e cila bart me veti khajr, shi, bereqet, e ushqen tokën dhe e nxit, e nxit ushqimin. Dhe mos e bën shtarp. Ka mundësi bje uj shivi madh, veç bandam kur gjo khajrës nuk shofna. Varsisht prej asaj qka ne e meritojna. E treta qka mësoj për kësaj të ndërum gjëmat, që ne ta pranojmë se khajri, e mira edhe e keqa nuk janë dorë të fenomeneve natyrore. As dielli nuk nxe pse ju ka tek me nxe. A ndodh dielli me thanë, ti përvloj qëto si vjetë se mo e të prunta. Ja, nuk ka dorë kur gjo. As hana, as dielli, as yjet, as qiu, as era, as toka nuk veprojnë vetë. Krejt i cakton Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj thot Allahu xhelel xhelal në Kur'an, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Në krijimin e qiellit dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, dhe në rreth që ecin në qiell, dhe në anijen e cila ec dhe lundron në det dhe oqean. Qa ka këtu? Këtë është e Zotit xhelel xhelal. Andaj na mëson pejgamberi alayhis salatu wassalam që të mirat dhe të këqijat mos mbyllim fenomene natyrore. Një erë keqe, ajo ka mundsi erë keqe të ka dëmtu tije. Po kush e ka shluar ata? Kush e ka shluar ata? Andaj shikoj pejgamberi alayhis salatu wassalam gjithmonë na lidh neve me Zotin e Madh. Pi atje vjen, pi atje. Nëse vjen rahmet pitina, nëse vjen dënim pi gjunave tua, ama Zoti e ka shluar ata. Zoti e ka shluar. Andaj duhet gjithmonë t'i lidhim fenomenet që ndodhin me Zotin e Madh subhanahu wa ta'ala. Hadith të Gjibrailit, kur e kemi mësue 6 shtyllat e imanit që i din krejt musliman, cila është e 6-ta, en tu'mine bil qaderi khajrihi vë sharrihi, ti besosh qaderit, edhe të khajrit edhe të sherrit. Kur lidhet njëri me Zotin e Madh xhelel xhelalu, sebepi nuk e tut, ama sebepin as nuk e mohon. Qa do më thonë kjo? Qa do më thonë kjo? Mos u tut pi sebepeve, mos u tut pi smujës, mos u tut pi erës, mos u tut pi... Ka njerëzi si nëzinjet pa kavaja, apo bëjnë shi i madh, e thot i hinë ati, hinë mbyllët, kujtot se... Jo, mos u tut, ka dole, se ti ki pun me Zotin, ti s'ki edhe ku hik pi atina, ti ku do është me hik a të zë, Ejnëma të kunu ju drikkumul maut, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ku do që t'jeni, vdekja ju zë, ti për vdekja së një hik. Andaj, muslimani, me këto lutje që ne kam mësu për nga mesram, që ka ne kam mësue? Që ne zemrë me lidh me Zot, e ku t'lidhet zemrë me Zot, pi sebepit nuk tutët, pra pi erës nuk tutët, pi shijut nuk tutët, pi tërmetit, në realitet të tut pi Zotit i cili ka shlu këtë tërmet. Në realitet tut pi Zotit të Madh i cili ka mundësi na merr me vërshim. Dhe tjetra nuk e mohon sebepin. Çka do të thonë nuk e mohon sebepin? Kjo nuk i bëj që ti mos mi mor sebepet, që mos me të hiu në shtëpi. Jo. As nuk e mohon sebepin, as nuk tutut pi sebepit. Gjithë të gjërat i lidh me Allahun subhanahu wa taala. Andaj për shembull marrë insanin. Insani jo prodhim i martesës. Apo çiftëzimi i burrit dhe gruas e ka sjell insanin në dunjë. Apo, edhe pse kjo është sebeb, po na e dim se Zoti e ka pruar. Zoti ka pruar. Pra bashkon mes sebepit dhe kujna, dhe besimin në Zot se ai e ka bëu këtë.
subhanahu wa ta'ala. Andaj, pranimi se gjithë shka lidhet me Zotin e madh subhanahu wa ta'ala. E katërta, të ndërum xhamat, është kur ndryshojnë fenomenet prin shi, në diell, pi vap, ftoft, pim ftoft, nxehtë i madh, frime madhe, shi i madh, apo në këtë këto fenomene, çka na e kujton pejgamberi alayhis salam? Çka më kujtuar? Keni pa njëri më një herë sa të fëmijë, thotë kam lënë dritare që më ballom. Thotë shkoj kerri, pas na rrugë ma çel. Nuk i kujtohet gjithë çka. Apo minjeri kujtohet dhe një sebeb i cili ka të bëjë me materialin e tina. E pejgamberi alayhis salam, çfarë po na mëson me këtë lutje? Kur ka një ndryshim në qiell, edhe ndryshim në tokë, një frim, një erë, një shi, një nxet, një vap, gjatë këtyre ndryshimeve mos më të kujtu ti se xhamin vallaj lash qel, e kana bollon kere, ki ka rshkoj. Jo, kujtoja Allahun subhanahu wa ta'ala. Kujtoja Allahun xhel xhelalu. Zoti na i bën neve këto ndryshime me kujtu atë. Jo me kujtu ti xhamin tan qel që e kilon. Leje mo xhamin tan qel. Apo, nësë përdojnë ati mshele xhamin, ama jo ti çdo fenomen natyror me lidh me shpinën tane, me kerrin tan, me duqanin tan, a u dëmtove vlla? Atë kishin ti uj, kënë rregulla kjo. Po gjatë ati fenomenit, kush atë të kujtue? Ka një të madhnue Allahun xhel xhelalu. Andaj duhet fenomenet natyrore me na kujtu Zotin e madh xhel xhelalu. Nuk ka një ndryshim që Zoti e ban në univers vetë se qëllimi jo me ta kujtu Zotin. Krejt, qka qënë Allahu e kujtimin, gjdo sen qka vjen dunja, gjdo e mirë qka vjen dunja, Zotit dhe me ta kujtu e Allahun subhanahu wa ta'ala. E kur na gjithë shka shfrytëzojmë e nuk ne kujton Allahun, nuk jena busullën e kena hu. E kur të humbët busulla, a ma ketë se me hub kohën. Sepse njeriu, nëse është duke ecë me një vend, edhe hub drejtimin, vakt ka. Apo, ose ju ka ngushtu vakti, edhe ju ka ngushtu edhe i ka hub drejtimi. Cilin du të me gjithë mas pari? Drejtimi. Ka do me shku? I ki edhe 1000 kilometra rrugë, a me ki hub udhën. Ti janë ma mirë njerë me përcaktur rrugën e sakë se ka kemi shku, se sa ti me hangër në vakt. Se funi furit edhe a i vakt ka mu hargjue, e ti ki me mbet prap, pa pra e kripunën. Për këtë asyri në ndryshimet natyrore, qëfar? Në mëson pejgamberi alayhis salam, se çdo lëvizje në univers ka për qëllim për kujtimin dhe madhrimin dhe lartësimin e Zotit madh te bareke ve teala.